Përqindja e fluksit të studentëve duhet të llogaritet sipas numrit të studentëve të regjistruar, jo sipas numrit në konkursin e shpallur. Kështu thot Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke u përgjigjur në pyetjen për uljen e numrit të studentëve dhe nëse ata i lën fakultetet kur shkojnë në shkëmbim jashtë vendit. Për këtë, ajo shtoi që në përgjithësi përpiqen që ta ulin numrin e studentëve, duke dhënë bursa dhe duke bërë kushte më të mira, meqense kur të shkojnë në shkëmbim, ata nuk mund të mbesin atje. Numrin e fluksit të studentëve duhet ta llogarisim sipas numrit të studentëve të regjistruar, jo sipas numrit në konkursin e shpallur. Pse është bërë në këtë mënyrë më parë, nuk ka fare rëndësi. Tani do ta rregullojmë. Pse nëse vendet e lira janë 20.000, ndërsa regjistrohen vetëm 10.000, atëherë përqindja e fluksit në krahasim me 10.000 është shumë e ulët sesa kur do ta konsideronim në krahasim me 20.000. Tutje, ajo tha se që të mbahen studentët, po përgatitet një ligj i ri për arsimin e lartë, nga ku parashikohen programe të reja moderne studimore, të cilët sipas saj do t'ju interesojnë studentëve, si dhe planifikohet më shumë punë praktike në institucionet publike dhe në kompani. Për momentin, njëkohësisht thot që po përgatitet edhe konkursi së bashku me sektorin për arsim të lartë. Ndërkaq, siç theksoi rektoria e Universitetit Shën Kirilli dhe Metodi në Shkup, Biljana Angelova, konkursi për regjistrimin e studentëve në vitin e parë për vitin akademik 2025-2026 është miratuar nga rektorati dhe është dorëzuar në Mash. Për më shumë, Angelova thot që në afatin më të shkurt, në qershor, pret që ta kemi konkursin për vitin e ardhshëm.